në nivel ose në nivel ka performu më dobër Shqipëria te kombëtarët që janë mbyll. Ndërkohë po mendoj që fakti që ka thënë që Kosova nuk do ta dëshironte është fakti që jemi ballafaqur 2 herë me Suedinë dhe kemi poshtë 2 herë Suedinë, edhe me Sloveninë e kemi poshtë 9 temë dhe kemi nxjerr barazim në stadiumin Fadil Vokri që rezultate që janë jashtëzakonisht mëdha, po që se mendohen mirë për faktin që kur ka nis kampanja e kualifikimeve për botror, Kosova ka pas përqindjen prej 2% për kualifikim qoftë nga pozita e parë qoftë në play-off. Pra ka qenë komplet në outsider i grupit dhe kjo besoj i ka detyruar trajnerin fjalë për me thonë që t'i shmangemi Kosovës se nuk kemi ballafaqur me ta, nuk e njohim. Në anën tjetër kanë luajtur me Shqipërinë, e njohin kundërshtarin, po e kanë pa edhe më shumë edhe dorën zamër. Shqipëria ka shumë më shumë përvojë në arenën ndërkombëtare dhe evropiane. Prandaj nuk është thjesht atë që ka kërkuar ai, pasi kundërshtarin njofshëm do të thotë që edhe kundërshtarit një ty. Naim, sot u oll një short, por shorti i së vërtetës, shorti i bukur, shorti i emocioneve do të jetë ai i dhjetorit. Do të jetë shorti atje për botrorin, pra Shqipëria dhe Kosova, pas 2 javësh do të mësojnë se nëse do të kalojnë nga kjo rrugë e play-offit me cilat ekipe kombëtare do të ndeshen. Pra për të rikujtuar njerëzve, shorti i botrorit nuk do të hidhet në muajin pas muajit mars kur ne kualifikohemi, por do të mësohet. Jo, hidhet më herë. Kjo është një gjë e mirë, po dhe gjë e keqe, sepse do të na ngelte peng nëse do të kishim ato kombëtarët e bukura, Brazil, Argentinë, që ne asnjë në jetë nuk kemi ndeshur dhe do t'i dimë se me këto ndeshemi, por është dhe një lajm shumë interesant fakti që se si do të ndahen vazot. Janë 4 vazo dhe Shqipëria dhe Kosova do të jenë në vazon e 4 që do ta bëj akoma dhe më të vështirë punën. Janë 2 mënyra se si pritet që FIFA të procedojë, sepse vendimi zyrtar nuk është marrë akoma, por sipas asaj që flitet, një mënyrë është mënyra nëpërmjet pikëve ku Shqipëria dhe Kosova janë në vazën e 4 dhe nuk mund të bëjnë dot diçka më shumë se sa vaza 4 për shkak se renditemi shumë poshtë krahasimisht me të tjerat. Dhe një teori tjetër që na rendit pranë në vazën e 4 është duke thënë që ato kombëtarët të cilat do të vinë nga rruga e play-offit do të renditen gjitha në vazën e 4 dhe ne po vim nga play-offi, kështu që si të merren me pikë, si mos merren me pikë, Shqipëria dhe Kosova do të ishin në vazën e 4. Por Naim, ti këtë doje, këtë kundërshtar, këtë kombëtare do doje që të ishin grupet e Shqipërisë apo Kosovës, pak rëndësi ka, jemi 2 bashkë, por kush do të ishin ato Brazili, Argentina, Portugalia, këto evropianët jemi ndeshur më shpesh, po Ekuadori, Paraguay, nuk e di. Këtë do të preferoje? Në rastin evropiane, Kosova dhe Shqipëria të paktën nga që kanë më shumë vite histori është ndeshur me të gjitha dhe janë paksa të mërzitshme, nuk është se bëjnë shumë dallim me njëra tjetrën. Kosovën me shumë qef kisha pas qef me pa në grup me Brazilin dhe Argentinën, pse jo. Është kampionat edhe nëse dëshirojmë me pas si vend, nëse dëshirojmë me u njoft si vend, edhe me qenë në skenën botërore, besoj që këto 2 kombëtare janë idealet për mu ballafaqu me to Kosova, edhe për futbollistët, edhe për nivelin, edhe për rritjen, edhe për përvojën, edhe për gjithçka që sjell kampionati botëror. Unë jam idhtar i grupit fort. Njëjtë ka pas Kosova në këto kualifikime, pra kur e kemi pa grupin kemi thonë wow. Më keq nuk mund kishte. Edhe gjithashtu për ta mbyllur është dhe reagimi që vjen nga Ukraina, nga mediat e Ukrainës, të cilat janë marrë më shumë sigurisht për ndeshjen e parë që do të jenë me Suedinë, por nga ana tjetër kanë dhënë ato fjalët e tyre, kanë thënë fjalët e tyre për Shqipërinë, duke kujtuar që ishte Shqipëria ekipi i cili i bëri që të mos merrin atë vendin e parë në ligën e kombeve pas asaj humbje që ne kemi shkaktuar Ukrainës. Si e shikon Ukrainën Naim dhe si pret që si mund të ndihen njerëzit në Ukrainë? Duan Shqipërinë, mendon, e shikoj si kundërshtar të jetë apo kanë mësuar pak nga gabimet? Po mendoj që në rastin konkret më shumë do ta kërkonin Shqipërinë se sa Poloninë.